kemi në anën tjetër Lorelën, e cila ka filluar të bëj make-upin dhe të na tregoj se cilat janë trendet e verës. Unë të falenderoj dhe të shihemi përsëri. Përshëndetje goca, mirë se erdhët. Kënaqësi që u kemi në studio. Kemi Lorelën dhe Rovenën për të demonstruar dhe për të treguar disa tendenca të kësaj vere, natyrale apo jo, të rënduar për eventet, në mënyrë të për tualetin e përditshëm. E ka nisur, e ka vazhduar gjatë kohës që unë isha në bisedë me Stelën, dhe do doja të tregoja disa momente ose disa le themi raste kur ne e teprojmë me tualetin. Çfarë tualeti duhet të zotëroj tani në verë? Tani në verë gjithmonë duhet make-upi drejt naturales, ku të mbizotroj naturale dhe sa më pak produkte. Gjithmonë fytyra duhet të përgatitet me krem dielli që të ketë mbrojtje. Pra ky është një gabim i parë, që vendoset fondatina pa bazën poshtë. Pa bazë. Baza është shumë e rëndësishme. Kremi i diellit edhe një primer me përfundim mat për të mos lejuar shkëlqimin e fondatinës gjatë ditës. Unë jam më tepër drejt naturale, duke qenë tani moti është edhe më i nxehtë, nuk sugjerohet që lëkurat të mbingarkohet me produkte. Sidomos në plazh, sidomos në palestër, se çfarë ndodh tani edhe djersa, edhe le themi fondatina dhe gjithë make-upi e përkëjtëson, pavarësisht të gjithë duan të duken bukur, por më mirë natyrale apo jo? Më mirë natyrale, sepse edhe për poret është shumë e gabuar dhe nxit tendencën për akne dhe poret të zmadhuara më vonë. Cilat janë disa nga gabimet, Lorela, që gratë dhe vajzat i bëjnë tek grimi i tyre për t'i treguar ato më të mëdha në moshë? Tani tek zonjat rreth moshës 40-50, unë sugjeroj produkte me bazë sa më të lehta dhe të shmangin produkte që e thajnë lëkurën. Pra edhe plurat, siç është tonet e syve ose baked powder, e sugjeroj sa më pak, sepse nëse ti dëshiron dhe të sa më shumë bulim të vendosësh për shumë në atë moshë, ti më shumë do theksosh linjat e mimikës të rrudhave. Tani jemi drejt përfundimit të make-upit të Rovenës. Më tregu pak, është make-up i përditshëm, natyral, kur do ta përdori Rovena? Ky është një make-up për një mbasditë ose në darkë, tani në verë. Sugjeroj që mos kemi shumë shkëlqim të pjesa syve, që mos ta bëjmë shumë glam, sepse varet dhe nga eventi që ti ke. Po, me sa shoh unë ti e ke përfunduar pjesën e syve, të ka mbetur vetëm pak te faqet dhe buzët, që mund t'i demonstrojmë ndërkohë, sepse edhe një minutë na ka mbetur, edhe pak me vonesë, vete ke fajn, kështu që më trego dhe këto dy procese dhe si është më mirë të theksojmë syt apo buzët tani në verë? Tani në verë buzët. Dhe cila është më tepër vetbesimi? Unë jam më fanse dhe vajzat që e kanë shumë qef penelin, tani në verë ja sugjeroj gjithmonë me një ton të zi, ose kafë, është shumë i bukur, tregon më naturalitet, ndërsa buzët tendenca... Trego pak trendin e lyerjes së buzëve. Tendenca është tek natyrali dhe pjesa e mbushjes së buzës, si thuhet ndryshe, për t'i dhënë atyre më shumë pompozitet dhe më tepër volum. Unë jam më shumë tek një bazë konturimi me një kafë ose një kafe e ftohtë. Ma trego pak te buza e Rovenës përpara se të bësh pjesën e syrit, se është më rëndë dhe i ka mbetur buza pa lyer. Për shembull, për buzët e Rovenës që nuk janë shumë të plota, si mund t'i plotësosh për shembull përmes një lapsi dhe lyesh shpesh të Rovena? Po, e ke qef tualetin. Pra mbi konturin e sipër të buzëve. Është personale sepse ka vajza që nuk e duan që ta kalojnë, po shumë pak për të mos ta tepruar. Ja, për shembull si shifet diferenca? Mua më pëlqen kjo lloj baze, është shumë e bukur, e tregon nude, baza e ngjyrës. E tregon buzën shumë natyrale. Tani në verë, në fakt, kjo është ngjyra perfekte, sidomos dhe vajzat kur nxihen. Super. Pra, drejt natyrales është kjo ngjyra? Oke, unë për efekt televiziv do ta bëj shumë thjesht, se unë gjithmonë bëj shumë kombinime. Duket sikur është e thjesht, po kjo pjesa e buzëve besoj të merr më shumë kohë derisa ta konturosh siç duhet, mos dali. Po sepse zakonisht pjesën e buzës e hapim pak, thjesht është ideja te këndet, jetë pak më e mbledhur që të krijojmë iluzionin e një buze më të ngritur edhe më me volum. Më pas që kemi konturuar, do të vendosim diçka tjetër sipër për t'i dhënë atë shkëlqimin, meqense tani në verë pjesa e shkëlqimit është bie më shumë në sy edhe një kontur kaq i thjesht, pa shumë shkencë them unë, edhe një lip gloss me një ngjyrë tani në verë, është shumë i bukur. Super. Ja, vendosim edhe te pjesa e sipërme.
Dhe pjesa e konturimit tani tek faqja, meqense ikën minutat. Ja, unë do ta demonstroj shumë shpejt. Njërën anë të paktën për të treguar se cilat gabime janë ato që bëjmë ne, sa mirë fëngjërin e këtë pastër, se sa po pastruar, sepse është një element shumë i rëndësishëm që edhe Lorela na tregoi për parukeri në qendra të tilla, duhet patjetër dhe kjo pjesa e higjienës është shumë e rëndësishme. Pas çdo klienti duhen pastruar furçat, ka pastrues të posaçëm, edhe sfungjerat gjithmonë duhen të larë, sepse infeksionet dhe bakteret që është më rëndësishme. Jo shumë i thatë të jetë gjysëm, domethënë sepse ndihmon shumë mirë në procesin e hapjes së produktit. Tani kjo pjesa e mollzave, sa më afër me pjesën e përparme apo sa më e larguar nga pjesa e mollzës? Varet nga portreti, nga struktura e portretit. Unë jam fan se e një blashi pak më afër me pjesën e syrit, sepse e bën, do ta demonstroj, e ngren pak më lartë. Okej, më afër me syrin, pra më lartë. Po, blashi, sepse tregon pjesën e një portreti më lift, pa që nevoja që ti të bësh një tërheqje sysh. Dhe vetëm mirë na për t'i treguar Rovelës. Korektori. Profilin shumë bukur. Ndoshta një herë tjetër do t'rregojmë një tutorial të plotë dhe të tregojmë me detaje dhe gabime për vajzat dhe gratë, cilat megjithëse sot tani mungesa inekzistente e informacionit, sepse po gjithsesi kur e praktikon dhe tregon në televizion e bën atë dhe më të rejtëse, pjesa pastaj poshtë syve për të zbehur rrafët. Ne vazhdojmë procesin këtu dhe ndoshta në rrjetet tona sociale mund ta shihni të përfunduar Rovenën. Falenderoj shumë Lorela. Falenderoj publikun që na ka ndjekur. Për më tepër në kanalin tonë në YouTube mos harroni për gjitha këshillat që dham sot. Mirupafshim.